Rreshtit e burrës të cilët u kthyen sërish mëngjesin e kësaj të shtunë krijuan vështirësi dhe probleme kryesisht në segmentet rrugore Qafe Mali, Qafshllak Kukës dhe Qafe Malit Dardh Bajramcuri, si pasojë e urtëqeve të herpashershme, por edhe si pasojë e rënjes së pishave të cilët janë në dy anët e rrugës. Rruga është bllokuar për shumë orë, ndërkohë që mjetet borpastruese punojnë në këto dy segmente rrugore për të bërë të mundur qarkullimin e lirë në këto akse rrugore. Bëhet e ditur nga policia e shtetit këtu në rrethin e Pukës se është mirë që drejtuesit e mjeteve të evitojnë qarkullimin në segmentet rrugore Bardhet Kryezi i Ballë, Qaf Mali Dardh Bajramcuri dhe Qaf Mali Qafshllak Kukës për shkak edhe të urtëqeve të herpashershme. Ndërkohë problem mbetet sërish mungesa e energjisë elektrike në 10 fshatra si pasojë e dëmtimit të linjave elektrike, por edhe të rrëzimit apo thyrjes së shtyllave si pasojë e ngarkesës nga akulli. Operatori shpërndarjes së energjisë elektrike këtu në rrethin e Pukës bëri të ditur edhe sot se po punohet intensivisht për të normalizuar situatën, ndonse në disa zona është e pamundur intervenimi për të arritur elektricistët, pra duhet hapja e segmenteve rrugore rurale. Shtabi i emergjencave në rrethin e Pukës, i cili po mbikëqyr situatën e krijuar në këtë rreth si pasojë e rreshjeve të dëborës, i ka apeluar të gjithë banorëve të zonave të thella që të mos tentojnë që të lëvizin në trashësinë e dëborës. Kryesisht pra bëhet ky apel për banorët e fshatrave të largët të Pukës, ndërkohë që rreshjet e dëborës duket se do të vijojnë edhe gjatë paraditës të dielës, por njëkohësisht do të shoqërohen edhe me temperatura të ulta.